Përshëndetje krejtve, unë jam Beatrix Ramosaj edhe kjo është intervista ime 60 sekondësha për privé. Në cilën moshë do doje të ndaleje? Munal nuk du munal kur, veç qysh është natyral, qysh t'vjen vetë. Pse sot ka që gëzushma? Kom taku familjen time në Podujevë edhe në Prishtinë, jom knaqë shumë. Cila është e veçante e Podujevës? Njerëzit shumë të mirë. Lekun a burekun? Lekun. Fama për ty është? Knaci. A mendon se tu kesh përshtat kënga Mihane? E knaj, pse jo? Budallëku më i madh. Nuk jam tip që bëj budalliqe. Cilin këngëtar kishe mujt me kopju? Mariah Carey me knu. Sa ku argjën në Instagram? Kur kam kohë gjithmonë mirë me Instagram. Çka ju mungon e stradës sipas jush? Sinqeriteti mendoj. Fanse e cilit rockstar jene? Ogen Bush Pepa. Cilën kafsh s'mund ta durosh? Macen. Kafe apo whisky? Kafe. Puthja parë. Nuk e kam dhënë akoma. A je homofobike? Jo, nuk jam. Cilin detaj të vetës e urren? Nuk urreja si gjë të vetja ime, jam shumë e lumtur me çdo gjë. Çka është diçka që t'ka met pik? Asgjë. Kujt kemi afal vajzërin? Kujt të ka shkujt zoti, edhen.